Tregtarët e disa zonave në urën vajgurore i kanë shprehur kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha shqetësimin e tyre për gjendjen ekonomike në të cilën ndodhen. Për shkak të papunësisë dhe varfërisë, thanë tregtarët, fitimet e tyre sa vjen e bjen. 2000 lekë. Fshati ka mbaruar për çdo gjë. Dere se qa thonë, qa gjenjejnë ata. Ne kemi njerëz të që vinë tek ky që ka në qikës, ore do m'japësh buksone? Po qa po shes po pyet njeri Damarit? Qa do të shes? Pyet njeri, e? Po i themi Damarit sa doja i, po kush po e merr pa? Qiko xhiron tonë sot që kemi bërë ne. Është turp i botës. Është turp, nuk kemi kokër leku në xhept. Kokër leku të pagojmë taksat, i kemi paguar kemi 20 vjet. Ky na ka futur në grop. Në këto takime, lideri demokrat ka theksuar se Shqipëria është i vetmi vend në Evropë, sot, ku populli po varfërohet dhe qeveria po pasurohet përmes vjedhjes. Shqiptarët po jetojnë ditë të vështira. Leku është zhdukur nga qarkullimi. Puna ka rënë. Papunësia është rritur. Varfëria është thelluar. Çmimet janë rritur, taksat janë rritur, fuqia blerëse ka rënë. Shumë shqiptarë janë drejtuar emigracionit në dëshpërim. Në këto takime, Basha tha se shqiptarëve në një vit, ke qeverisja i ka vjedhur 400 euro për frym. Duhet ju shoh, e ty njoh, e shtrëngoj dorën.